Shejtani nuk të sulmon sepse je i dobët. Ai të sulmon sepse je një kërcënim për të, sepse ti ke diçka të fuqishme brenda teje. Kujto që hajdutët nuk hynë në shtëpi të zbrasta, pra mos gabo të dorëzohesh, sepse Allahu po punon në favorin tënd. Ai sheh përpjekjet e tua, ai e di zemrën tënde dhe ai nuk ka mbaruar me ty ende. Vendose atë të parin, beso tek ai dhe kur nuk e sheh rrugën përpara, dije se ai po bën një rrugë për ty. Ai është me ty, ai është për ty dhe ai me të gjithë forcat e qiellit dhe tokës punon për të mirën tënde. Vazhdo të ecësh përpara, sepse suksesi yt është më pranë se sa mendon. Qëndro i fort, qëndro besnik, koha jote po vjen.